Atëherë rikthyer për minutat e fundit, nëse ndërmjet Trumpit dhe Putinit kemi këtë debatin indirekt, nga ana tjetër kemi bindjen europiane e përfaqësuar nga baronesha von der Leyen, që quhen dhe baronesha e hekur tani më, e cila një nga deklaratat e djeshme që ka bërë shumë buj, ka thënë që Ukraina do të shndërrohet në një kështjell çeliku. Sa seriozisht e ka Europa dhe von der Leyen këtë deklaratë, zoti Osmani? Atëherë, kjo deklaratë e zonjës von der Leyen vjen në përpjekje të trishtuar të Europës për të mbajtur veten në lojë. Si do të mbaj veten në lojë, me çdo kusht dhe me çdo çmim, Europa do të përpiqet në një moment si ky, delikat si ky, që pavarësisht konfliktit në dukje ndërmjet Trumpit dhe Putinit, Europa e ka të qartë se Trump dhe Putin, pra Moska dhe Washingtoni janë duke shkuar në kurs të përjashtimit Brukselit nga kjo situatë. Zonja von der Leyen është duke ndërtuar një retorik dhe një diskurs geopolitik për të përcjellë mesazhe. Është vetëm retorika apo janë dhe para që po drejtohen drejt Ukrainës? Nuk ka asnjë mundësi fatkeqësisht që Europa të ndërhyjë dhe të thyej këtë lloj afrimiteti Washington-Moskë në këtë moment, të paktën në këtë moment. Në Ukrainë po flasim. Për Ukrainën. Ukraina, po mirë, si thotë ajo, do bëhet kështjell çeliku, do armatosin. Sepse ajo po përcjell mesazhin që ne nuk do të dalim jashtë loje, ne nuk na nxirrni dot jashtë loje dhe ne do ta bëjmë tonën. Pra, ne do të hedhim para, ne do të marrim masa, ne do të bëjmë marrëveshje. Franca, Gjermania, por edhe Anglia sot janë duke marrë masa se si do ta vazhdojnë këtë lojë, si do ta vazhdojnë këtë trajektore, si do ta vazhdojnë këtë mbështetje. Sepse, siç ju thash në pjesën e parë të emisionit, në të gjitha rastet Europa po tenton të paktën nëse ka marrëveshje ndërmjet Putinit dhe Trumpit në këtë moment të mos ketë një marrëveshje shumë të keqe, sipas këndvështrimit të Brukselit dhe zonjës von der Leyen, por në afat gjatë Europa tenton që të jap mesazhe se nuk do të tërhiqet dhe se Washingtoni me Moskën nuk duhet ta lënë BE-n jashtë loje dhe në të njëjtën kohë tregon që ata, pra Brukseli dhe Europa, nuk do të pajtohen me flirtin Washington-Moskë për të dhuruar në tepsi kokën e Europës. Retorik apo aksion politik? Jo, është aksion politik i cili niset me retorik dhe vërtetësinë apo zbatueshmërinë e tij do ta shohim në vijim dhe kjo do të diktohet nga ritmi i marrëveshjes. Përfaqësuesit ushtarak të Britanisë dhe të figurat larta ushtarake të Britanisë dhe të Francës janë në Kiev duke rakorduar planet me ushtrinë e Kievit. Nuk është retorik fare kjo. Bile, kjo tregon që Europa parashikon zgjatin e konfliktit. Profesor, retorik është përsa kohë ata nuk bëjnë dot pa mbështetjen amerikane. Ata po përgatiten edhe pa mbështetjen amerikane. Po përgatiten sa do këto janë pralla, këto janë gështenja dibre. Ata do ta mbështesin. Ata do ta mbështesin dhe bëjnë mirë ta mbështesin, po do ta mbështesin veten e tyre, po mbështeten në Ukrainë. Cover amerikan, profesor, ti e di shumë mirë që Europa i ka depo të bosh. Kjo do duket tash, prandaj që konflikti edhe jemi në retorikë akoma. Gjermania për luftës dytë botërore tani mori vendim me shpenzuar $100 miliard euro për ushtrinë e vet. Jo, 450 miliard. Okej, dakord. Edhe 500 miliard më që. Unë në këndvështrimin tim gjej. Po. Ishim me mbështetje amerikane, profesor, 2 vjet e gjys, 3 vjet. Mendoj që Europa po përgatitet shumë seriozisht për një konflikt të zgjatur. Në pamje të parë, më kujton këto parullat që bëshim ne në kohën e regjimit diktatorial, që lik të bashkuar rreth partisë, apo e kena bërë Shqipnin fanar në quës. Më vjen keq që e them këtë, sepse do dosha një Evropë vërtet të fortë, por Evropa është shumë e dobët, sidomos kur shohim që pararoj e kësaj nisme është Franca, që historia e saj konkrete politike ka qenë gjithmonë afër slavizmit. Nuk munden që luftën ta ndalojnë ose ta pushojnë ata të cilët e nxitën këtë luftë, që mund të ishte kënë një luftë krejtësisht e evitueshme.
Tani, Evropa... Slavizmi thua ti, po Napoleon Bonaparte e dojë Moskën. Shkojnë... Se ka një... nuk është... Ja, flasim 300 vite para, ne flasim për 100 vjeçarin e fundit. Dërin Moska. Pikërisht sot, desha të thoja që është një ditë shumë e shënuar në historinë e Rusisë, 31 mars 1814, marrja e Parisit nga forcat ruse dhe përshëndetjen Bonapartit. Si ishte ko, se jo të gjithë e na këtë forcat ruse, thot përsëri. Rithua dhe një të luga. 31 mars të vitit 1814, forcat ruse u futën në Paris, morën Parisin, dhe që nga jo kohë në fjalorin botëror ka hyrë fjala bistro. Bistro do me thënë shpejt. Kjo është mënyra kur kozakët rusë ju thoshin francezët që të shërbenin në restorante. Hynë basi... Bas Vaterlos. Ikën shumë shpejt nga Parisi. U ndritën shumë. Por atë që ndritën aty u zhvillua ajo rjeti i restoranëve bistro në Francë. Asa bue. E themi ne se nga lini sa fjallë. Oke. Kjo është bisha puno. Hedh një pigment, hedh një esencë, dhe di pastaj fillon e ri përpunon. Pra bistro e kanë sjellë në Paris kozakët. Ata, Taras Bulbat, që thoshim diku, ha? Taras Bulbat, kozak ishte. Ashtu është. Oke. Enida si e gjykon, se kalova në këto, se është mrekullueshëm misha dhe më pëlqen shumë, baronesha Egur të themun, Ukrajina do bëhet kështjellë qeliku e ka thënë, pra Ukrajina, pastaj Europa. Duket sikur ka një interes që të bindohet Ukrajina në mënyrë që Rusia të ngjelet në Ukrajinë, mos ketë, po themi, vende baltike e kështu gjërash në plan. Në fakt edhe në... Je dakord me Osmanin apo je në replik me Osmanin? Jam më shumë me profesorin, sepse vetë nga strategjia që ato kanë hedhur në diskutim dhe nga fondet që po lëvrohen, ku flitet që do të lëvrohen dhe 18 miliard euro të tjera, përsa i përket kësaj strategjisë. Po zbëjnë euro dërman atje. Kështjela pritë, se ku strategjia, po të flasim strategjin cila është, përsa i dërman atje. Dakor, ka 3 vjet lufta, 3 vjet. Jo, po ka një strategji, pra dhe ato duan të ndjekin ato strategjia. Unë nuk kam ushtarake, të pak nga ato që janë dërkomtarët, po ta them dhe një fund, ata themë, po të së bëjmë të duash. Jo, pa tjetër. Dhe ajo ka deklaruar që në 18 miliard që në... Po duket si Basha tani, si të se Basha ose, po nërë të mbaroj. Si duket të infektoha. Po, në rejë. Pa Idea ishte kjo. Von der Leyen në 18 miliard... mbau Vietnam, më kupton. Në 18 miliardët e tjera që pritet të jepen për Ukrajinën, bëhet fjalë që fabrikat ukrainase me lëndët që do të jepen nga vëndet e tjera të Bashkimit Evropian, ato vetë të prodhojnë, dhe lufta nuk do t'jetë më të paktën e afatgjat, dhe këtu bie dakord me profesorin, do t'jetë një luftë e cila do të bazohet me modelin izraelit, ose modelin i riq që quhet, në të cilin më pak ushtar, por më shumë luftë konvencionale, teknologjike, më saktë. Dhe në këtë mënyrë, çfarë bën, këtu është dhe çfarë bën Europa. Europa përgatitet dhe thot, edhe në skenarin më të mundshëm që Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Putini do të arrijë një marrëveshje, gjithsesi lufta do të vazhdojë, sepse paqja nuk do të jetë një paqe kaq e vendosur në mënyrë absolute, por do të jetë relative dhe duhet të ngjelet brenda kufive. Avokatja jonë e mëndshur. Dhe Rumaninë kanë dislokuar si një vend garant për sa i përket pikërisht situatës në Ukrainë. Avokatja jonë e mëndshur dhe e nderuar. Më dëgjoj me kujdes për replik, miqësisht. Mençuria këtu është, si ta themi i nderuar, zoti Osmani i mençur dhe... Jo, diçka shumë të rëndësishme. Unë po të bëj vetëm një kompliment dhe asgjë më tepër. Nuk kam nevojë për komplimente në këtë situatë. I tërheq dhe nuk do të përsëriten më, do të trajtoj si çdo njëri tjetër. Patjetër. Dakord. Para ka patur Europa, nuk i dolën tani parat. Unë po thëmë qëfar do t'japi të tjera. Zonjë ndërruar, po thua nuk jam ushtarake ta përfundoj. As nuk jam ushtarak. Jo, pra, nuk jam ushtarak. Po them diçka tjetër. Për të bërë një luft nuk duhen para. Duhen trupa ushtar, të cilët Ukraina nuk i kam më. Nuk duhet një strategji i riq, as strategji breshk. Duhet njerëz që të shkojnë front, duhet superioritet, dhe duhet cila teknologji. Pse se përdori deri tani teknologjin? Nga 3 vite në luft, kanë vdek gjys milion Ukraina. Me dronet kanë bërë kërdim. Qa kush do të qënë thertore, do të qënë në thertore Ukrainasit, që po ikin të aratisë.
këtë po thonë që në moment që ushtria 900.000 ushtarë Ukraina po mbron 900.000 ushtarë. Po mbron territorin e vet. Po pra. Kështu që nuk ka Ajo është thjesht për t'i dhënë një ndihmë më Jo ikin me vrap, profesor. Ajo po Jo ikin me vrap, po ratisën nga lufta. Tani neve do t'i bëjmë ata thertore, është okej. Okej, të flasim geopolitikisht korrekt. Geopolitikisht është në afat gjatë, nuk është më sot për sot. Geopolitikisht korrekt, unë mund të flas deri nesër. Ata po ratisën nga lufta sepse kanë lënë kockat atje. Dhe kjo është ajo teoria e famshme i rishqyve të cilën do të vjestohet dhe teknologji. Kjo është propagandë pastaj. Hajde të bëhemi, ne jemi me Këto janë shifra që japin institutet ndërkombëtare. Unë nuk ec me shifra, unë ec me rezultatin. Pas 3 viteve luftë, unë kur të përmend viktimat e Ukrainës si ti thu ata ikin, kur të përmend ato rusit thu ti është propagandë. Unë nuk e kuptoj tash se ku është qëllimi i kësaj bisede. Po çfarë qëllimi? Qëllimi është që ne jemi me Rusin, po jo pra se s'është ky qëllimi. Nuk është ky qëllimi. Ne po bëjmë analizë racionale dhe kemi qenë këtu për 2 vite rresht, kemi thënë që ne jemi me drejtën e Ukrainës, por ne nuk do rrejmë popullin. Ti themi do fillojmë mbau Vietnam, nuk fiton pra Ukraina, profesor. Nuk e fiton dot këtë luftë. Këtë e din Amerikanët, këtë e din kjo baronesha komuniste e Europës, këtë e di Europa shumë mirë, këtë e din gjithë. Tash e kuptova, derisa që ka edhe baronesha komuniste, ne jemi në rregull. Gjithë burokratët e Brukselit janë të gjithë komunistë, janë të gjithë sorosian, janë gjithë neoliberal dhe e kanë me Amerikën. E din që po dalin jashtë loja, tregojnë pralla që do mbysin Rusin me planin e Nuk se duan të mbysin. Nuk po flasim që nuk po flasim që duhet të mbysin se ekuilibrat janë të brisht. Po jo më zoj, unë po flas të dhëna. Ora, logjika shumë e thjeshtë. Mua nuk më intereson fare. Nëpërmjet një armatimi konstant të Ukrainës, ato kanë një zë në vendimarrje. Sepse në momentin që mbaron skenaret që janë hapur, ato janë atje, pa kupton që Bashkimi Evropian ka gjithë interesin që të lëvrojë gjithë ekonominë e vet. Kjo bëjnë për ekonominë e Bashkimit Evropian në mënyrë të drejtë për drejtë. Për Zelenskin dhe qeverinë e tij, hajde dilin perëndim. Ukraina është një djep për ekonomie. Dhe aq ka të dëpërtuar. Kush do luftoj? Ata që po ikin, po i kapin nga leckat me i marr luftë. Krishtik, që po i marrin nga dashma me zor. Zoti Osmani nuk lidhet këtu. Ligjit e luftës janë ligj Bashkimi Evropian, interesi i Si ligj e luftë ta fusësh një popull thertore që ka ligj e luftë. Në një luftë që dihet që është e humbur. Në një luftë që din edhe amerikanët, edhe europianët, edhe Washingtoni e din që Ukraina nuk e fiton këtë luftë. Ta çojnë popullin thertore, ligj e luftë. Po Bashkimi Evropian duhet të ndjejë ato paratë veta. Bashkimi Evropian, ato lekët që ka hedhur, ato miliarda duhet i ndjejë për sa i tokon teknologjisë, unë bie dakord me zonjën, sepse pajisjet teknologjike kanë lënë rezultate konkrete, se avancimi në Pokrovsk të Ukrainës u bë shumë i shpejt i ushtrisë ruse dhe fal teknologjisë dhe dronave ata e na lun. Ama për faktin e retorikës Evropës, unë jam komplet kundër, sepse 3 vite luftë Evropa ku ishte. Po sa europian kanë vdekë për mbrojtjen e Ukrainës për burg? Njep numrin e europianëve që kanë vdekë për mbrojtjen e Ukrainës. Evropa, dakord që sot çfarë shto këtu vdisni ju thirrni ju. Evropa duhet të jetë realiste dhe konkrete. Sot duhet të jetë realiste dhe konkrete përsëri që të mbështesin Trumpin dhe Amerikën, sepse rendi i ri është drejt konservatorizmit dhe Trumpi me mbështetjet e Evropës arrin paqen dhe do e gjunjëzojnë Rusin. Evropa ishte, pse nuk e bani? Dështoj, sepse kjo luftë mund të anullote ose mund mos nollte që në fillim. A je sigur që Europa ka dështuar? Se unë mendoj që Europa nuk ka dështuar. 100% ka dështuar. Zbrazi depot e veta, riaktivizon industrinë e luftës, rivë në lëvizje ekonomike dhe mbi të gjitha rikthen një autokracie ndër popull të bazuar mbi frikën. Pralla me luftë. Gjithë Europën të tjera nacionale. I ka çu popullin e Ukrainës në thertore. E ka çu popullin e Ukrainës në thertore ka tregu. Të dyve me i kota shivesh me ngrit zërin më lart dhe kthyem në debat të jemi në kafe. Evropa s'ka filluar që ta dini. Europa e ka kur të Beqiri për Shkodrë. Do fillojnë kur Beqiri për Shkodrë shpejt. Herët është, mas 3 vitesh filloi ta menoj. Kanë 1 milion Ukrainas kanë vdekë në thertore, ta menoj Europa akoma, po menohet. Ju las,
por problemi është që mbi vendosja bën që njerëzit mos ju dëgjojnë, duan të dëgjojnë të dyja, sepse njerëzit janë të dyzuar, duan të dyja palët. Pra, po kur përplasen dy palët, nuk të gjotë asgjë. Zëshara, pse ishit pak ironik ndaj Osmanit në raport me këtë Kristian Çeliku që thotë baronesha, pra doon, baronesa një dihet që ka origjina aristokrate, po pavarësisht. Na doli komuniste baronesha. Nuk ka rëndësi, dhe Ky është mendimi im o zotri. Nuk mund malu dosh për mua që e kuptove ti se çfarë kemi bazë ideologjike çdo personi që mendon gjithë burokratët e Brukselit të ato janë të janë elitat liberale. Ti përgjigjem Më fal, të vazhdoj të përgjigjem e sa ishte komuniste tipike. Po ti ke kopju nga ne. Kush ishte? Shprehja e baronesës ishte komuniste Mbase ka lexuar Engels na Marxin. O, zotë Pulluj, kur thua që ky është një burr i fortë, i ka muskujt për Çeliku, është komuniste? Jo, po se tha kështu. Po mirë pa, kështu Çeliku. Na ka lexuar ato tona thua. Shkëm graniti në brigjet Adriatikut. Shkëm graniti, bravo. Shkëm graniti në brigjet Adriatikut. Bau Vietnam. Ata qilimi dhe poshtër atje. Po çan këto prave? Unë mendoj që ajo ka domethënie sepse prej Çeliku janë tanket, topat, raketat. Kanë as i fishek në depozita. Të dëgjoj pak Ukrainë. Zoti Sara, po. Shiko, debati filloi për punën e shifrave. Shifrat nga institutet ndërkombëtare që as nga pala ruse as nga pala ukrainase flasin për një numër të konsiderueshëm ushtarësh rus të vrarë dhe të plagosur, shumë më shumë se sa Ukrainas. Paktën kështu janë deklaratë. Edhe unë nuk bi dakord me Kreshnikun, pavarësisht ai e ngriti zërin. Kjo nuk do të thotë që këtu kush e ngri zërin ka drejt. Nuk është se kush e ngri zërin ka drejt. Nuk kam ngrit zërin. Tash thjesht profesor aludova sepse ju ironizuat duke thënë se ju më kuptuat. Do mles flasun tash jo duhet ta dëgjojnë njerëzit pra. Unë nuk e ngri zërin, unë e ngrita zërin sepse aluduhat që ju kuptoni me kë jam unë. Ju s'keni asnjë shans ta kuptoni me kë. Jo, jo unë e kuptoj, di shumë mirë, di shumë herët se me kë je ti me kë jam unë. Sikurse di dhe unë se kush je ti. Tashi, problemi... Sikur se di dhe unë kush je ti. Dhe po deshe hapi kartat kush je ti dhe kush jam unë. Tashi, problemi ti ishi... Jemi në fund e emisionit. Kam punu në vend tjetër, ti ke punu në vend tjetër. Po ti pra, edhe unë e di se ku ke punu ti pra ndaj. Tashi, do bëjmë një emision për hapin e kartave. Po më ta hapim kur dur. Unë po përgjim dhe thash... S'ke shans ti me kuptu se kush jam unë. Mirë. Dakor, mos e kalojmë personale. Po jo, po deshe personale, flasim personale, me letra, me çfarë doni ju. Në këndvështrimi... S'kemi kohë, se po të kishim kohë do të shalën të taconin dhe i punë. Po. Unë nuk kam marrë të ndaj harat këtu, as me Kreshnikun, as me asnjë. Bile, unë fola me tonë shumë qetë. Je i qetë, po. Nuk kam se merë. Në këndvështrimi, bile unë thash, unë po më shtesja variantin evropian. Europa tashme po e merë situatën, sepse deri dje ka menduar që është nën tutelën dhe nën mbrojtjen e Amerikës. Tashme, ata Europa, nëse çdo lek dhe çdo armë që dërgon në Ukrainë, e dërgon për interesat e veta, për mbrojtjen e vet, nuk e bën për popullin ukrainas. Pra, dhe kjo kështu do të shkojë. Ky konflikt do të zgjasë, me sa duket, do të zgjasë. Pyetja është kjo që ndihma europiane do ta mbajë dot në këmbë rezistencën ukrainase? Shiko, nëse Shtetet e Bashkuara, pastaj do dalë ka Europa, do të vazhdonin edhe disa muaj ndihmën Ukrainës, do flitshim ndryshe për të ulur në tavolinë e bisedimit, do ta kërkonte Putini, jo Zelenski. Kjo bëhet për të parë, s'ka më kohë. Falë, Amerika nuk e ka ndërprer nimen asaj sekond. E ndërprer vetëm kur Zelenski tregoi lëndën në shtëpi të bardhë, edhe Trumpi pat gabimin e vet për gjuhën e ashpër që përdorin ndaj Zelenskit, po nuk mundej Zelenski me ikë me i thonë që do të rrezikohesh nga Bashkimi Sovjetik. Nuk e ndërpreu, e riktheu nimen përsëri. Kam më tepër kohë, jo, nuk kam më tepër kohë. Do të jap vetëm një 30 sekondë zotit Pumo, të më hedhë një pigment tjetër analizës së pëlqen ato. Pra, Europa do mundet ta mbajë në këmbë rezistencën e Ukrainës apo pikpyetje? Për mendimin tim, lufta nuk do të vazhdoj shumë gjatë, po do të vazhdoj gjatë për këtë vit. Ndoshta nga fundi i këtij vitit do të duken shenjat e paqes dhe nuk do të provohet aftësia e Europës për të mbajtur gjatë në luftë Ukrainën. Faleminderit Pumo, faleminderit zoti Osmani, faleminderit zoti Pumi, faleminderit Enida dhe faleminderit zoti Shala. Kuja, okej.
Kjo që të qenë që shkada e për sot, pjesë të parë patëm kryetarin e Partisë Euro-Atlantike Lulzim Basha, dhe pjesë e dytë munduam të dekryptojmë situatën çfarë ndodh për rreth nesh në planetin ku jetojmë, i cili po kalon vërtet momentet vështira, por dhe rikonceptuale. Natë mirë nga Onar Tuzhej, mirupafshim.